Si e parashikon ti renditjen? Atëherë unë po bëj analizën në bazë të renditjes, po e nis nga numri 4. Për mendimin tim, personi që duhet dali i pari nga kjo finale kaq e mrekullueshme dhe kaq e përfolur duhet jetë Egli. Duhet jetë Egli sepse mendoj që edhe kaq ka arrit shumë, falendëruese ndaj gestit, falendëruese ndaj publikut që dha mundësinë të rikthejnë në shtëpi pas një dalje sepse ishte pak e ngarkuar. Dhe mendoj se nuk ka më ngjyra për sjell. I ezauroi të gjitha ato çfarë kishte, arriti që të prekte edhe fundin duke u kthyer dhe atyre të cilët e kanë dashur dhe janë kujdesur për të, siç ka qenë Rozana, por dhe Laerti deri diku, Danja dhe shumë personazhe të tjerë që kanë qenë aty në shtëpi. E heqim këtë. Pastaj në vendin e tretë unë mendoj që do jetë Laerti. Mendoj Laertin, megjithse për mendimin tim ka qenë ndër personazhe që ka duruar më shumë debate, ka duruar më shumë ofendime, ka patur përballë persona si Gert Ferra që janë futur vetëm për t'i thënë gjitha të zezat që kanë qenë ose jo, këto nuk i vërteton ndoshta askush, por është historia e tyre. Mendoj se do mbahet mend si një zotëri që është empatik, është me edukat, respekton bashkëtuesit, respekton ledionin, opinionistët kur flasin. Mendoj se ka treguar një imazh të një njeriu 50 vjeç, por edhe në moshë më të vogël, që duhet ndjekur dhe duhet ta kemi pranë nesh. Në vend dytë mendoj të jetë Gjesti. Me gjitha gjërat e bukura që ka sjell, edhe ato negative që mund të ketë sjell. Gjithsesi aty është një lojë e gjatë, luftohet për 100.000 euro. Unë mendoj se vetëm ky fakt justifikon shumë prej veprimeve që ndodhin aty dhe le të jetë kështu. Historia me Eglin ka qenë një histori që u ka shërbyer dyve, siç e thash dhe pak më parë. Mendoj se sa lojtari fort është Gjesi u kuptua pas daljes së Eglit, ku pati një stopim shumë të gjatë. Ndërsa në finale dhe fituese sipas konceptit tim është Rozana Radi me gjitha ngjyrat që ka sjell, ka treguar një femër të fortë me tipare mashkulli që aty kanë qenë meshkuj që nuk i kanë pas këto tipare, por i ka pas Rozana, kështu që janë kompensuar deri diku. Një grua fort, një grua që lufton për ato gjëra çfarë do, një grua e suksesshme, një femër e suksesshme dhe historia e saj personale mendoj se ka prekur edhe shumë publikun i cili i mbështet këto rastet e dhimbshme dhe të vuajtura në jetën e çdo kujt për ne, jo vetëm persona që janë të famshëm dhe tregojnë dhe ndaj historitë e tyre. Kështu që un jam tek Rozana fituese, Gjesti, Laerti dhe Egli. E kuptoj. Pavarësisht që the pak më parë që Rozana në shoqësi të dorëzuar, mendoj që fiton Rozana. Po,